Bia i afrohet Benitës me një buzëqeshje të butë, duke parë që shoqja e saj ishte e lodhur dhe e tensionuar pas një dite të gjatë në shtëpi. Ajo i thot me zë të qetë, e shoh që je e stresuar. Hajde, po të bëj një masazh. Do ndihesh më mirë. Benita fillimisht qesh lehtë, pak e turpshme, por pastaj pranon dhe shtrihet mbi shtrat, duke i lënë Bias hapësirë për t'u afruar. Bia merr një shishe me vaj aromatik që ndodhej mbi komodinë dhe e tund ngadalë, duke e hapur dhe duke lëshuar në ajër një aromë të ëmbël, relaksuese. Ajo hedh pak vaj në duar, i fërkon pëllëmbët që të ngrohen dhe pastaj i vendos në shpatullat e Benitës. Lëvizjet e saj janë të buta, të ngadalta dhe shumë të kujdesshme. Benita mbyll sytë dhe merr frymë thellë, ndërsa supet e saj fillojnë të çlirohen nga tensioni. Pshertin Benita me një zë të ulët. Nuk e dija që ishe kaq e mirë në masazhe. Bia qesh lehtë dhe vazhdon të masazhoj, duke e lyer me vaj aromatik shpatullat, kurrizin dhe duart e Benitës. Vaji i jep lëkurës së saj një shkëlqim të butë dhe lëvizjet e Bias e bëjnë atmosferën të duket e qetë, harmonike, por edhe paksa e ngarkuar me një energji të ëmbël, intime. Ndriçimi i dhomës, drita e zbethë e mbrëmjes dhe mënyra si ato komunikojnë i japin skenës një ndjesi të butë dhe afërore. Të dyja qeshin lehtë sa herë Bia e ngacmon me ndonjë koment, ndërsa Benita her pas here i thot, vazhdo. Nuk e di çfarë po bën, por po më qetëson shumë. Bia ul kokën, përqendrohet tek masazhi dhe lëvizjet e saj bëhen edhe më të rrjedhshme. Mes tyre krijohet një moment i veçantë, një intimitet i butë që nuk ka të bëjë me diçka të egzageruar, por me afërsinë, besimin dhe mënyrën si po kujdesen për njëra tjetrën. Banorët që kalojnë pranë derës shikojnë për një moment, të habitur nga ajo pamje, dy vajza të ulura pranë njëra tjetrës, të qeta, të relaksuara, duke krijuar një skenë të bukur, harmonike dhe paksa sensuale në mënyrën e vet të butë.